Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua piu një gotë ujë me mjaltë dhe limon me stomak bosh dhe rezultati e la pa fjalë. Të pish një gotë ujë të ngrohtë me mjaltë dhe limon në stomakun bosh nuk do t'ju marrë kohë apo përpjekje të gjata dhe do t'ju sjellë shumë përfitime të vlefshme për trupin tuaj. Ndihmon në humbje peshe. Mjalti mundet që të jetë një alternativë shumë e mirë se sheqeri kur vjen puna tek humbja e peshës. Ndryshe nga të gjitha ëmbëlsirat artificiale, përmban shumë vitamina, minerale dhe njëkohësisht aminoacide që trupi juaj mund t'i përfitojë. Mjalti dhe limoni gjithashtu do t'ju ndihmojnë që ju të humbisni në peshë duke rritur metabolizmin tuaj dhe duke ju pajisur me energjinë që juve ju nevojitet për të kryer detyrat e përditshme, si edhe duke promovuar aftësinë e trupit për të eliminuar toksinat, sepse limoni aktivizon të gjitha enzimat në mëlçi. Arsyeja për obezitetin dhe nivelet e ulta të energjisë. Përmirëson tretjen. Jo vetëm që uji me limon ndihmon në përmirësimin e tretjes dhe në eliminimin e mbeturinave, por edhe mjalti vepron si një antibiotik natyral për të hequr qafe mikroorganizmat e dëmshëm të zorrëve, si edhe baktere dhe parazitët të cilët ju sëmurin. Forcimi i imunitetit. Ju do të duhet të përdorni këtë trajtim rregullisht në mënyrë që të rrisni imunitetin tuaj. Vitamina C e gjendur në limon është gjithashtu tepër e nevojshme për formimin e qelizave të bardha të gjakut që krijojnë antitrupa për të luftuar sëmundjet si plus edhe limoni që balancon nivelet e pH-it të zorrëve. Mjalti ndihmon në uljen e kortizolit, hormonit të stresit. Reduktim i alergjive. Kjo pije e lehtë do të zvogëlojë të gjitha simptomat e reaksioneve tuaja alergjike, si për shembull kollitje, fyt i thatë, të shtitje, acarim i lëkurës dhe gjithashtu sulmeve të azmës. Kjo kure thjesht ndiqet me përpikmëri nga miliona njerëz në botë, me qëllim edhe rënien nga pesha dhe shkrirjen e djamit të tepërt. Por, krahas rënies në peshë, përfitimet që ju do të keni për shëndetin dhe mirëqenien e organizmit janë vërtet të panumërta. Në këtë video ju do të mësoni të gjitha përfitimet që ju do të merrni duke pirë ujë të ngrohtë me mjaltë dhe të mësoni se si ta përgatisni atë. Uji me mjaltë e përmirëson mirëqenien tuaj për sa kohë e konsumoni rregullisht. Humbje në peshë. Mirëja njerëz pinë ujë të ngrohtë me mjaltë çdo mëngjes sepse i ndihmon ata që të humbasin në peshë. Uji i ngrohtë me mjaltë çdo mëngjes vlerësohet për vetitë të tij të forta që ka në shkrirjen e djamit rreth belit, por edhe në pjesë të tjera të trupit. Mjalti gjithashtu përmban edhe sheqerna tepër natyral, të cilët ofrojnë një energji të shëndetshme e cila njëkohësisht do të paksojë nepsin dhe rrit djegjen e kalorive. Tretje më e mirë. Sipas informacioneve, enzimat tek mjalti do të përmirësojnë të gjitha funksionet e mëlçisë dhe gjithashtu do të ofrojnë një tretje edhe më të mirë të ushqimit. Ngronia e mjaltit e mbron gjithashtu edhe florën bakteriale dhe lehtëson përthithjen e ushqyesve gjatë vakteve. Sikur të mos mjaftonte kjo, uji me mjaltë dhe me limon ka një efekt tërësisht laksativ që rregullon lëvizjen e zorrëve dhe nga ana tjetër parandalon të gjithë konstipacionin. Imunitet më të fortë. Sistemi imunitar ka një përfitim të menjëhershëm nga uji i ngrohtë me mjaltë. Kjo kur përmban gjithashtu enzima, vitamina dhe minerale të cilat do ta forcojnë imunitetin ton dhe do ta mbrojnë atë nga të gjithë patogjenët e dëmshëm. Vetitë antibakteriale të mjaltit shkatërrojnë të gjitha mikroorganizmat që mund të rezistojnë
edhe antibiotikëve më të fortë, më pak alergji. Mjalti pakson gjithashtu ndjeshmërinë ndaj polenit dhe nxitësve mjedisor të alergjive. Ai nga ana tjetër lehtëson edhe të gjithë largimin e sekrecioneve dhe pastron rrugët e frymëmarrjes. Më shumë energji. Sheqerna tek mjalti janë një burim mjaft i shëndetshëm kalorisht, të cilat përmirësojnë performancën tuaj fizike dhe njëkohësisht atë mendore. Në qoftë se ju do të pini ujë me mjalt në vend të kafes së mëngjesit, ju do të ndiheni më energjik dhe njëkohësisht plot të gjallëri. Për më tepër, trupi juaj do të jetë më i hidratuar dhe do të optimizojë të gjitha funksionet e tij. Kundër kollës, uji i ngrohtë me mjalt është një tonik natyral që lubrifikon rrugët e thata të frymëmarrjes dhe ndihmon gjithashtu edhe në nxjerrjen e sekrecioneve. Kjo kur përmirëson shëndetin e mushkrive dhe nga ana tjetër parandalon kollën e shpeshtë e cila irriton fytin. Një organizëm i pastër. Nëse shtoni pak lëng limoni në ujin e ngrohtë me mjalt, ju do të përfitoni një pije me efekt detoksifikues dhe përmirësues të tretjes. Sipas ekspertëve, kjo pije largon të gjitha toksinat e akumuluara në gjak, mëlçi dhe në zorrën e trash. Përgatitja e ujit të ngrohtë me mjalt. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lugë çaj me mjalt dhe një filxhan me ujë të ngrohtë. Përgatitja. Treteni mjaltin në ujin e ngrohtë dhe më pas pijeni atë me stomakun bosh. Përsëriteni këtë proces të paktën 3 herë në javë për të marrë të gjitha përfitimet e ofruara. Kjo pije stimulon sistemin e tretjes dhe të zorrës të trash, kështu që ju nuk do të keni as edhe një problem me kapsllëkun. Gjithashtu, pija e ujit të ngrohtë me mjalt dhe limon do të veprojë si një diuretik që pastron sistemin imunitar, e mbron trupin nga infeksionet dhe gjithashtu përmirëson edhe tretjen. Limoni e ndihmon mëlçin. Mjalti ka veti antibakteriale të cilat mbrojnë kundër infeksioneve. Gjithashtu ajo ndihmon në prodhimin e mukusit në stomak dhe lirimin e toksinave nga trupi. Gjithashtu, sipas ekspertëve, fal kësaj përzierje lëkura juaj do të jetë më e shëndetshme. Limoni ka edhe shumë përfitime të panumërta në lëkurë dhe gjithashtu do të ndihmojë për të pastruar gjakun dhe stimulon edhe prodhimin e qelizave të reja të gjakut. Përzierja e ujit me mjalt ka gjithashtu një efekt antibakterial dhe stimulon prodhimin e kolagjenit. Sipas njerëzve të cilët e kanë provuar këtë recetë, ata betojnë në faktin se nuk janë sëmurur prej shumë kohësh dhe se efektet që kanë në organizmin e tyre janë vërtet të befasueshme, si edhe njëkohësisht ju do të arrini të keni një energji për të përballuar të gjithë ditën tuaj. Hidhni lëng limoni në një gotë me ujë dhe me pak mjalt dhe pijeni këtë menjëherë pasi të zgjoheni. Gjithashtu, në qoftë se një gjysmë limoni është shumë për ju, atëherë në fillim ju mundet që të përdorni të paktën 1/4 e një limoni, derisa ju të mësoheni me të. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.